Ish komandanti suprem i NATO-s Wesley Clark vlerësoi një raport që administrata e presidentit Donald Trump po konsideron ndryshimin drastik të strukturës së saj të komandës ushtarake, duke argumentuar se vendimi i mundshëm do të pengonte bashkëpunimin ushtarak midis SBA-s dhe Europës dhe do të kënaqte Rusinë. Asgjë nuk do të bënte Rusinë më të lumtur, tha Clark. Bëhet e ditur se kjo deklaratë vjen pasi Pentagoni po shqyrton një plan që do të rezultonte që SBA-ja të hiqte dorë nga pozicionimi i saj si komandant suprem aleat i NATO-s në Europë, shkruan The Hill përcjell Telegrafi. Komandat luftarake të SBA-s janë maja e shtizës luftarake amerikane, prandaj ne jemi shumë të shqetësuar për raportet që pretendojnë se Departamenti i Mbrojtjes po shqyrton ndryshime të njëanshme në çështjet kryesore strategjike, duke përfshirë reduktimin e konsiderueshëm të forcave amerikane të stacionuara jashtë vendit, mungesë të koordinuar me Shtëpinë e Bardhë dhe Kongresin, tha politikani Mike Rogers. Një ditë më vonë, ish udhëheqësi republikan i Senatit Mitch McConnell argumentoi nëse administrata do të vepronte sipas propozimit, kjo do të dobësonte në mënyrë drastike aleancën ushtarake të NATO-s, në të cilën SBA ka mbajtur pozicionin e saj drejtues për gati 75 vjet. Dobësimi i udhëheqjes amerikane nuk do të forcojë interesat e NATO-s apo të SBA-s, nëse jemi serioz për të inkurajuar aleatët më të aftë evropian të rrihen nga pozicioni ynë si udhëheqës së aleancës transatlantike, do të ishte një mënyrë e çuditshme.